datës, imagjino të vinë qeveri që ndodhë me këto individ. Këtu e ngreju një pikë pyetja, dhe këtu më lindi dhe hezitimi im. Dhe këtu është një ambient sokol që kur reagon t'i bësh i keq, kur reagon t'i bësh vetjak, kur reagon ndaj padrejtësisë që të bëhet t'i bësh armik. Deri dje unë i pëlqeja sepse unë sulmoja dhe reagoja ndaj qeverisë. Kur reagova ndaj tyre u bëra armik. Armik për drejtën time, armik për punën time, armik për kontributin tim. Atere, pse ndodh kjo gjë? Kjo shoqëri duhet ketë të drejtën të reagojë dhe duhet mësohet me reagimi. Nuk duhet heshtin ndaj padrejtësisë. Jo se çfarë do thot kryetari, sekretari apo dikush tjetër. Alesa, që timi korrekt me televizionistin që po ndjekin, ka një moment mungesë sinqeriteti nga ana jote, në kuptimin që Partia Demokratike nuk degradoi këto 2-3 ditë në kuptimin e mos respektimit të meritokracisë apo kontributit figurave. Partia Demokratike ka kohë që është të po flas për garën profesor ku garova vetë, po flas për atë çka më ndodhi mua, unë po të flas për një eksperiencë time personale, jo për eksperiencat e të tjerëve. Po unë këtu kam ardhur të fajsoj veten time, normalisht do flas për atë çka më ndodhi mua, nuk mund të flas për eksperiencat e tjerëve. Por që të jemi korrekt me dëgjuesin, Alesia. Nuk jeni vetëm ju që jeni përjashtuar padrejtësisht. Që të jemi korrekt me dëgjuesin, atëherë unë po të them vetëm diçka. Si ka mundësi? Jo, si ka mundësi që vetëm qarkun e Elbasanit, i ndodh zoti Darsula, mua, Renato Kumrinjës, 5 zonjave. Do thot po flas vetëm për qarkun e Elbasanit. Elbasani është rekord, Elbasani është rekord. Që kanë gjithë të ankesa dhe zoti Flamur pas ka drejtë. Unë e pas kam përpos personal, se po rasti 3 që bëhet publik, i 3 dhe 4 zonjat që nuk i treti që bëhet publik. Le ta zhvillojmë për të kapë fenomeni, jo për të kapë rastin. Sigurisht rasti bën interes, po fenomeni ka rëndësi. Sot Partia Demokratike nuk është e bashkuar, është e fragmentarizuar. Shumë individ që janë kthyer sot në subjekte politike që garojnë dhe i keni konkurrent në këto zgjedhje, janë aty për shkak të vizionit që shohin të munguar tek zoti Berisha. Janë aty për shkak të politikës përjashtuese që ka zoti Berisha ndaj individëve që janë me kontribute brenda Partisë Demokratike. Sepse zoti Berisha, ndryshe nga që premtoi me rithemelimin, nuk bashkoi, po ndau. Ndryshe nga që premtoi me rithemelimin, siç e tha dhe vet, por një pse më zotin Bardhi e mori? Për teja saj, zotit Bardhi si duhet për alancë të caktuara, por nuk po flas për konjektura dhe pazari, ose ka merituar po flas për parime. Zoti Berisha, siç e thatë ju me drejt, premtoi një vizion të ri të Partisë Demokratike. Nuk e ka atë vizion, premtoj figurat të reja të Partisë Demokratike. Më keq janë sot. Ne jemi të vetëdijshëm që parlamenti i 2025-s ke Partia Demokratike ka ngrirë që 2013. Pra pothuajse 80% janë të njëjtat figura. Heq Lulin, që ndoshta mund ta shohim dhe atë brenda parlamentit, brenda rreshtimit të Partisë Demokratike, janë të njëjtat figura nga 2013. Vetëm po e futi Rama në listë, po. Pra gjitha këto nuk kanë ndodhur në ditën e vendosjes listave, Alesia. Prandaj ka ndodhur shumë më përpara. Dhe zëri juaj i shtohet zërave shumë të tjerë që sot janë o të distancuar nga Partia Demokratike, o janë pjesë e flukseve apo të pakënaqëve të Partisë Demokratike, o janë pjesë tek Aleanca Demokratike, Aleanca Euroatlantike e djatha 1912, apo mundësia e kështu me radhë. Dhe kjo e gjitha tregon krizën në cilën është Partia Demokratike. Pa diskutim, por unë besova në meritokraci nga një idealizëm, por kur e provova vetë, Bi çfarë faktesh besove në meritokraci? Kur ka pas meritokraci një për tëre? Kur e provova vetë, reagova dhe denoncova, unë thjesht. Kur ka pas një fakte e dyta. Tani ti thua që ndron kjo se unë e thash nga provoja private. Po nga provoja private thot Dashi edhe për Berishën dhe për të tjetrin. Atë do ta besojmë dhe Dashin. Po patjetër. Pra aty ku ke vajt ka punuar, ka dhënë kontribut. Ka dhënë kontribut. Qarku Elbasanit u bë pazar, ushit. Po ne kemi, e ka thonë dhe Donald Blu, e ka thonë dhe Juri Kim, politika shqiptare gjallon nëpërmjet pazarit. Tani jemi të dy juristë. Ne në një kushetutës është që sistemi dhe qeverisja rokulliset, se edhe mund zhvillohet, ju kërkut rotacion. E të mërshme, këthejmi të kaluar, Berishën kemi. Ska rini, sa gjithë të rinjë të ishit ju me Berishën kokë, pra Berishista do ngelëshit gjithë, ju përë mirë që ike. Do të ketë zgjedhje të lira të ndeshme periodike dhe përgjithshme.
Bin dakord. Atëherë, kur kemi bërë debat bashkë, Po. që thoja, ore keni votuar bashkë kundër lirisë dhe kundër demokracisë në parlament. Parlamentit kemë votuar bashkë, tani me dishëm këtë për 2008. Unë e kam bërë luftën time PD. Do të dish të fundi se Berisha gjithmonë, po të japë si fakt, gjithmonë ka emruar, s'ka pritur vota, ose votat i ka pasur, po të emri. Edhe e majtë është qenë. Katër ditë, mos i bënte primarët, po të di emëronte, vlerësoj këtë, mos i bënte primarët, mos kalte me demokratë. Ne më çapon Berisha bën çfarë duash ti. Berisha çat bëj, a primare do futet primar apo? A është politik? Po futem për gar. Atëherë na thoni ne që parashikuam kështu që kemi drejt, që pa më larg. Prandaj po ka hik pra? Mbështetu iku mbasi e hoqën. Jo tani. Jo, mua nuk më hoqën. Tani. Mua nuk më hoqën. Ti bëdo lagjësishë votëria atje. Ti duhet të thyje shpirtin tënë, të parnoje falimentimin si të në njërzojë të rria atje. Absolutisht, unë pa drejtësit si e poshtruar të rria ti. Jo, po nuk i letë, jo, pa drejtësit më bëhën mua. Unë pa diskutim lanë sapur, po nuk do kisha ikur në momentin që do të në izojnë nga ato që ka punuar e teksova pa njës premisioni. Jo duke vënë persona anonim që punojnë tek Alketa Vesiu, të mishtë ngusht kryeministrit, dhe duke, po jo më i përmëndem, se ka peshti me kryeministrin, se kryeministrit ta ka fajnë për atë gjithë në PD? Jo, po se mu pazari, unë pa akuzoj Flamurnoko, nuk po kape me kryeministrin farë, këtu pazarit thash, dhe citoj bën Mul Noka. Nul Moka, jo Mul Noka, Nul Moka. Mos e ofendoj. Nul, ja ku doli, Nul në vizën e vetë. Se do dali me gishtë në mesit pra pastaj? Po, aty e ka vëndin e vetë, jo tani. Unë mendoj... Pa është e turpë shumë më, të shkosh në parlament, ja për shatullë edukatet tani, jenë keqë, pra ndaj akuzoj këtu për shumë shkërë, asë unë them një të vërtet. Një njarje që ta dish mirë që është Berisha. 4 ditë para zgjedhjeve të vitit 2022, ishe sigur që do fitone. Se mori Partia Punës që socialiste në 31 mars në të njëshit, s'kishe ku shkonte. Karburanti nga Europa i mbaroj, tregu i përbashkët lindor mbaroj, kështu që ishte imponuar ta merrte PD-ja. Dhe më kërkon, në 6 orë takim atje, që rinim në atje, emrohe Afrim Krasniqin, kryedaktor të gazetës, të ndë kisha i gazetë Varsion, që quhe Hapsira. Pse e thash? Për djali mirë, tha, e kemi nga tropoja dhe gazetarë, me talent, me tartë, me kështu. Unë kisha një djali me medalje arja, tu kisha pas në grevurie. Dej sa kam qenë unë, që ka nikë mocionistët, jo e thash. Tu nuk ka emrin, imponim e emrin, tu ka meritokraci. Ai djali ka krijuar nga Içi dhe do jetë atje derisa të jetë suksesshëm. Kështu që unë jam përballë edhe njoh mirë atë që në vezë, pak në kujt aty. Ai person, për ndryshuar raportin e votave brenda PD-s në fillim të vitit 91, ai kooptoi njerëz, stalinizëm. Ne ishim gjë partia parë demokratike, kooptoi. Nga ti di kjo? Po të pyeste, se pa mësuar historinë, mirë kaluar, nuk entuziasmohet e ardhmja. Të pyeste, mos Zoti Noga, Luciano Boçin. Po këto pra janë drejtues, ato kanë pyetur këto. Janë pazarçime, ju mendoni se historia fillon me ju? Jo. Po ta kishe pa, një popull si juni, një popull si juni që përsërit trageditë e tij është popull që nuk mëson nga historia. Ne pretendova që filloi me mua. E ardhmja projektohet nga historia. Ne nuk kemi qenë në të ardhmen të shkojmë prapë. Edhe prandaj ka vlera për ta parë ky person në historikun e tij, çfarë ka bërë ky Berishme që ri këtu i pandryshueshëm. Edhe ju jeni Kosto, edhe aty dhe ke Rama. Do ndryshojnë ju të rinjt ministrat, shkojnë nga dun 313, 315, 20, nuk ka rëndësi ai të mos preket. Ju jeni pjesë konsumi, kështu e mori ai. Bët parti ju, ku të kishe vlerë vota digniteti, jo. Pse budallë ishim ne që ikim që atje. Edhe herë ta gjesh gati ti për 3 muaj të bësh deputet. Po jo, nuk po mos ka lidhja për 3 muaj deputet, unë kam 10 vite që aderoj aty, nuk kam marrë personi katapultuar. Po, që 15 vjeç mbrapa jam marrë me fushatën e zotit Saliani në Tiranë kur kandidonte për kryetar të forumit rinor, mbrapa kam kandiduar vet, kam një rrugtim gjatë, unë nuk kam marrë në politikë katapultuar dhe prandaj unë fola, sepse nuk mund të lejoj individ tjerë të vinë katapultuar këtu. Po ti do kishe fituar. Po pa diskutim, pra prandaj po të them, nuk jam e katapultuar, që nuk ta lejoj atë që thua për 3 muaj, se kam gati 4 vjetë vetëm betejë mediatike. E ta në mënyrë simbolike, me gjitha të... Që t'jemi të qartë dhe të saktë dhe për publiku që në ndjek. Sa do t'a pretendoja për 3 muaj, avokat. Të ndalim e kënjë parim që... Vedëm shpet, Landi, se do t'a mbyllim, e drejta për të ndjekur pasionet dhe për të ndjekur në mundimshme të jetës politike, nuk i mohet as kujt. Dhe jo gjithmonë është faj i individit i cili kërkon të mësoj rrugës, të piqet rrugës,
edhe të identifikohet rrugës dhe të imponohet rrugës. Sigurisht, leadershipi ka një rol kryesor, i cili ta lehtëson këtë rrugë ose ta vështirëson apo ta fshin. Por kjo nuk do thotë që karriera Lesës apo disa të tjerë, gjithë këtë vit eksperiencë mund ta fshin me një të rënd lapsi se është vullneti, apo interesi, apo dëshira të këtij individi. Ja fshiu dikush tjetër, ëh? Do ta krijoj, apo do ta kthej, jo, do thojë këtë gjë. Ose po përpiqem të flas në parim se është një fenomen jo vetëm politik, po shkudo. Do tentoj ta kthej në kapital në një hapësirë, në një subjekt tjetër që ja krijon mundësinë. Dhe kjo është e drejta e çdo kujt që të mund ta inspirojë dhe të mund të luftoj për atë çfarë mendon që mund të jetë kontributi, mund të jetë vizioni. Dhe kjo është dilema që do doja ta kishim Landit, ta kishim pasur mundësi ta zhvilloni më shumë, duke u nisur edhe nga ajo. E tha me drejt, kur digjesh nga qolli i frynkosit. Pra ideja është kur ti ikën prej një vendi ku ti e shikon që themi rregullat e brendshme demokratike nuk funksionojnë dhe këtu po jam shumë i mirë dhe shumë i kujdesshëm, e vërteta është shumë më e hidhur se kaq. Kur ta hedhësh hapin dhe të shkosh diku tjetër, duhet të sigurohesh që shkosh te diku tjetër jo nga inati se nuk të pranuan diku, po sepse ky formacioni politik tjetri të krijon hapësira jo thjesht ty personalisht, po ka rregulla loje. Nuk kemi ardhur në atë nivel. Ndërkohë që nuk kemi kohë atë se duhet me mbyll tani, po ndërkohë që edhe formacioni ku shkoi Alesja, vetëm 24 orë më herët tregoi një problematik shumë serioze. Dhe në këtë mes them unë që ndonjëherë ambicet tona, ego tona, dëshirat tona duhet i mbajmë në kontroll, sepse duke i hedhur kështu nga prehri i njëri tek prehri i tjetrit, i rrezikojmë më shumë. Kjo është ajo që kam frikun ndonjëherë. Dhe kush digjen të rit, kush gënjimi është më i madh, sepse ne e kemi dozën e vogël zgënjimit sot, për mos thënë që kemi 0. Kurse Alesja e ka dozën e zgënjimit shumë lartë, dhe ka drejta këtë lartë. Por ama Alesja me mend kokë për herë tjetër apo? Patjetër.